shurt ato që u jepim ne, dhe njerëzit e mirë që kishim aty në gardianët nuk i kontrollonin, domethënë një sy qorre, një vesh shurt, thot populli, edhe kalonim. Dhe në këtë aspekt, për fat ka qelluar gjithmonë që nëse oficeri i rojes, domethënë të burgut aty oficeri, do ishte besnik i Saliut, gjithmonë qëllonte që ai nën oficeri, se dy ishin ata, qëllonte që ishte me bindje, domethënë edhe ishte socialist e me bindje dhe nanos. Dhe ata gjatë turrit tret, sidomos flinin. O njeri o tjetri. Kur kishte orarin e gjumit ai besniku i Saliut, aty ne domethënë ishim kështu, duhet silleshim mirë e tjera. Kur e zinte gjumi që kishte orarin ai, turni e gjumit ai dhe do rrinte ky nën oficeri që ishte besniki i Fatos Nanos, atëherë ai merrte mua shpesh herë, më çonte te qelia e nanos tek pesa, edhe atje pastaja, edhe gatuarim në një gjë, më kishin ardhur mua i çonja atje, edhe siç bëjnë burgosrit, domethënë shok burgu, po Fatosi i qefin më të madh me mua e kishte se unë përgatisja tranat mirë, tranan e bënja mirë. Ke bërë tranat mirë, po në burg, tranan e bënim fantastike, edhe një salckosi që na vinde shumë e mirë, na vinde na dhemblani ku unë isha nip, edhe ajo e përzjeni me nanon, rakin e gjende nanua, me thënë drejtën, edhe raki përmeti, edhe ishe një nën oficer atje që ai shkreti kush e di sa herë ka rrezikuar, por e gjende mënyrën që nuk e ka lënë asnjëherë pa raki, domethënë atë qelin 5. Dhe pinim e bëni muhabete të lloj-llojshme. Fatos Nanua kishte një informacion të jashtëzakonshëm edhe në burg. Se qysh, se tek, kontaktet e tia ishin të tilla, sa ai realisht e ka drejtuar Partinë Socialiste nga burgu. E ka drejtuar me letra, e ka drejtuar me orientime, edhe ai ka bërë disa tërmete duke qenë brenda në burg, dhe ju e keni parasysh atë të famshmen atëre që dërgoi një letër edhe që tronditi nën kryetarët e Partisë posaçërisht Ilir Metën, duke konsideruar bilat udhëheqje edhe kënete të tjera. Çfarë thoshte për Ilir Metën? Jo, Ilir Metën faktikisht ai qysh atëre, domethënë flas të paktën për vitin 1995, ai kishte, domethënë, kuptuar një gjë. Dhe këtë gjë, domethënë, e thoshe si me rezervë, por jo si me rezervë, por më shumë nuk donte të vetë zbulohej, që e dinte që Pandeli Majkua dhe Ilir Meta erdhën si prurje të Sali Berishës. Pandeli Majko dhe Ilir Meta? Po, në vitin 92. Edhe Pandeli Majko? Edhe Pandeliu. Por erdhën të dy, domethënë erdhën njerësh ata, edhe Saliu i pruri faktikisht. Saliu i pruri si dorën e tyre brenda Partisë Socialiste për të patur një rol kontrolli brenda Partisë Socialiste, për të patur një lloj informacioni e tjera, por gjatë rrugës pastaj Pandeli Majkua tregoi një lloj karakteri dhe kur e pa se çfarë vlerësimi ju bën nga Fatos Nanua edhe nga ekipi që ai kishte brenda Partisë Socialiste, edhe kur pa çfarë niveli ishte aty, edhe çfarë përfaqësonin ata njerëz, ai gradualisht, domethënë, mori drejtimin e duhur, edhe nuk i duhet përmendur kjo gjë, që ka qenë e fillesave të vitit 1992. Kurse Ilir Meta faktikisht erdhi si dora e Sali Berishës, këtë gjë e dinte shumë mirë. Fatos Nano e dinte që ishte kolone 5 brenda Partisë Socialiste dhe ai e ka goditur në mënyrë të vazhdueshme Ilir Metën, ka qenë sy vigjilent ndaj Ilir Metës. Dikush do thot po si u bë kryeministër e tjera se Nanua e bëri. Nanua ishte mjeshtër faktikisht edhe i kompromiseve, edhe i balancës forcave, edhe i asaj që qa përfaqësonin faktikisht këta të rinjët, edhe ai për hir të asaja që ta modernizonte Partinë Socialiste dhe që të mos kishte ajo ngarkesën e Partisë Punës mi kurrizin e vet, domethënë ai ka bërë dhe gjëra që vetë antarësia ose vetë udhëheqja e partisë tia nuk ja pëlqente,
por ai realisht ka lëshuar gjithmonë pushtet për të bërë shtet. Për Sali Berishën ju ka rënë një biseda në burg? Vazhdimisht, për atë flisim gjithë, domethënë gjysmë e kohës me atë merreshim. Çfarë thoshte Nanua për Berishën? Në fakt, Fatos Nanua fillimisht e vlerësonte si intelektual. E ka vlerësuar si intelektual në aspektin që e shikonte me atë syrin e atij mjekut të zemrës, i cili arriti që të futësh deri në udhëheqjen e lartë të Partisë Punës, edhe deri në mjek i jashtëm tek Hysni Kapo, se nuk u bë asnjëherë dot mjek siç thon këta mjek i familjes, i jashtëm ka qenë, po jo i brendshëm. Tjetër punë që ai ishte vemi e keqe që ngjitej edhe nuk shqitej kollaj, se për çfarë qëllimi vajti tek Hysni Kapo edhe u bë mjek i tija, e tregoi pastaja Franca, kur Hysni Kapo vajti i shëndetshëm në Francë dhe erdhi i vdekur prej andeja, por këto është një histori tjetër dhe për këtë histori, domethënë, kam shkruar në disa numra në gazetën Dita dhe kam një libër të gatshëm për ta botuar, domethënë edhe çfarë roli ka Sali Berisha në eliminimin e Hysni Kapos, por domethënë e vlerësonte si intelektual se e shikonte me këtë syrin e mjekut të atërshëm. Po pastaj gradualisht, kur një figurë që më shumë lidhej ai me të majtën shqiptare, edhe që edhe ai ishte një ndër viktimat e Sali Berishës, Seu Burgos, Ylli Polovina, bëri një libër Nano dhe Berisha, dhe në atë libër Fatos Nano, mbasi e lexoi me vëmendje, pa që libri ishte me një objektivitet, domethënë të jashtëzakonshëm, edhe në një bisedë pastaj që patëm aty duke i bërë analizë atij libri, Ylli Polovina tani na dëgjon edhe ka parasysh atë kohë, më thot mua, dëgjoj, thot, pavarësisht që unë jam në burg, thot, po nga përmbajtja e librit dhe nga objektiviteti e tjera që ka shkruar ky thot më nxjerr shumë lart mua nga Saliu. I thash unë, nëse ti do ta krahasosh veten me Saliun, i thash ty të ka marrë mordja edhe ky vend nuk do bëj hajër kur. Në çfarë aspekti, thash? Në aspektin që një qytetar siç je ti, nga një familje intelektuale siç je ti, nga një shkollë ekonomi politike siç ke bërë faktikisht ti, dhe nga i rreth familjare shoqëror me cilën ti ke bërë gjatë gjithë jetës tënde, ta krahasosh veten me Saliun e Viçit Dolit, kjo i thash mua më duket, domethënë afër mendësh, aq më shumë i thash që të tërë kanë kuptuar